Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu priti një grup maturantësh ekselent nga gjimnazet e Tiranës për të diskutuar mbi zhvillimin e maturës shtetërore dhe për të ndarë risit e këtij viti për procesin e provimeve. Në bashkëbisedim, Manastirliu theksoi rëndësinë e përgatitjes dhe garantimin e një procesi të drejtë dhe të rregullt për të gjithë maturantët. Nuk ka fare vend për të patur ankth apo për të patur stres, sepse provimet e maturës janë një vlerësim periodik, siç bëhen të gjithë provimet e tjera, për të matur arritjet tuaja. E veçanta e provimeve të maturës është sepse vlerësimi në maturë ju llogaritet edhe për studimet e mëtejshme në universitet. Testet model, që ne tashmë u bë 2 vite, I japim për nxënësit maturant që në muajin janar, në mënyrë që ju të keni kohën e nevojshme për të përgatitur, janë një mundësi shumë e mirë që ju të familiarizoheni me mënyrën e testit për 4 provimet e maturës. Ajo që është e rëndësishme në këtë vit është që fondin e pyetjeve kemi të riorganizuar, sepse edhe mësuesit që janë përfshirë, pra hartuesit e tezave, I kanë ripar me shumë kujdes. Do të kemi mundësi që duke filluar nga data 3 qershor, që është provimi I parë I maturës, dhe duke përfunduar në datën 25, që është provimi I fundit, të kemi të gjithë mundësinë që e para testimet, pra provimet e maturës, të jenë sa më të rregullta, korrekte. Pra administrimi të bëhet sipas një procesi serioz, sa I përket administratorëve të testimit, që do të jenë mësuesit, të cilët do të jenë në ambientet e përzgjedhura të testimit, do të jenë mbi 140 shkolla, të cilat janë vendosur që të jenë në ambientet të testimit pra për provimet e maturës shtetërore. Janë të angazhuar më shumë se 640 vlerësues, pra mësues do të korrigjojnë teste. Për këtë vit, ne kemi dashur që të kemi edhe teste të personalizuara për maturantët, të cilët janë me aftësi speciale. E pyetur nga maturantët mbi të ardhmen e formatit të maturës, ministri u shpreh se ardhmja e testimit të maturës do të shkojë drejt digitalizimit, pasi po punohet për të garantuar infrastrukturën si dhe investimet në rrjetet e laboratorëve smart në të gjithë vendin. Dhe digitalizimi edhe për sa I përket testimeve të maturës shtetërore do na ndihmojnë që e para të matim 100% ato arritjet e nxënësve sipas një sistemi I cili është tërësisht digitalizuar dhe online, për të cilin do po punojmë që e para të garantojmë gjithë infrastrukturën përkatëse dhe po e bëjmë të gjë me qendrën e shërbimeve arsimore. E dyta të organizojmë punën për gjithë mënyrën se si do të realizohet, sepse po u bë duhet bërë në gjithë Shqipërinë, sepse gjithë investimi që ne jemi duke bërë në smart labe, nesër këto smart labe mund të jenë pjesë e rrjetit të laboratorëve digital ku edhe matura shtetërore mund të realizohet në këto laborator smart. Kampuset e universiteteve ndërkombëtare të njohura janë gjithashtu duke u hapur në Shqipëri. Ishte kjo një tjetër pikë të cilën e bëri me dije Manastirliu gjatë takimit.